Ju përshëndesim nga kuzhina jonë, mirë se të gjeta, mirëmëngjes, javë të mbarë. Kemi bërë një listë recetash për këtë javë, kështu që do ju ftonim të na ndiqnit, të mësonit edhe ju disa ide, edhe të ëmbla, edhe të kripura, edhe të ekuilibruara, na duhem për këtë javë. Atëherë, datë mëngjeset, i bëm ato prosciutat të premten, pra i bëm ato prosciutat dhe nuk ishim bërë një gliko, një ëmbëlsirë, kur bëjmë petullat e tjetër. Sot, unë do të bëj gati që kur bëjmë petullat t'i kem. Kemi një gliko vetëm me lëkurat e agrumeve. Pra kam portokall, shiko, kam limon, diku aty kam një mandarin dhe i vendos direkt lëkurat që i kam prerë në formë të tillë. Më duhet masa e sheqerit, vanilja, direkt, kam gozhët e karafilit, kam kanellën, unë kam vendosur më shumë këtu, kam lëkurën e limonit që unë e kam të grirë, për t'i dhe një shije më ekstra dhe më të veçantë, normalisht, unë do t'i vendos edhe barbarozën. Të lullin e barbarozës. Ose i dërsha. Po. Kjo është, faktikisht, baçet e kanë të gjithë. Të gjitha anvisat që kanë baçe e kanë. Do të shtoj. Sasinë e sheqerit. Sasinë e sheqerit, ose në të kundërt. Jo. Unë të vendosnin lëkurat e portokallit, spërkatni mirë me sheqer, vendosni në frigorifer. Në momentin që fillojnë dhe lëngëzohen pak, atëre të nesërmen, përgatisim shurupin, që t'jeti trash, dhe më pas shtojmë lëkurat e portokallit. Pra ka dy variante. Unë bëra këtë më të thjeshtin. Do të shtoj një mas ujë, që është në sasi më të pakët, se sa sheqeri. Patjetër, sepse mua nuk më duhet që t'jeti lëngësht. Po. Dhe e përzjej, e le të tillë, derisa që fillon do të lëshoj lëngjet e veta. Po, do të ndikohet nxitet edhe nga sheqeri, nga lëkurat, portokall dhe limon të dyja bashkë, për t'i dhënë një aromë mikse. Kam dhe lëkur mandarine këtu. Edhe lëkur mandarine. Po. E njohim pak me ujë në ëmbël, ndihmoj pak. Ujë dhe sheqer. Sigurisht që volumi do të bjerë, do të erësohen nga karamelizimi ndoshta, i zjerja, ose lëshojnë dhe aromat. Duhet të kemi për shembull limonin, që limoni është stabilizuesi më i mirë, po mos u piksu sheqeri, pra mos bëhet si puna e baklavas. Gjithmonë në shërbetin e baklavas ne vendosim gjithmonë limon. Por unë e kam lëkurën e limonit këtu, do thoni ju që duhet lëngë. Duke parë e duke bërë. Ne na intereson shija, do ta provojmë çfarë të shkojmë më shumë dhe çfarë t'i përshtatet, ato do të bëjmë. Do ta lëmë në qetësinë e vet, me një kapak, në një temperaturë ndoshta mesatare, fillimisht pak më të lartë. Në fillim japim një temperaturë të lartë dhe më pas unë do ta kaloj pastaj tek një më mesatare. Aq e thjesht ishte? Po. U realizua për 5 minuta, ndërkohë që gatuajmë, përgatisim recetat të tjera, ja tek e kemi edhe një gliko të shpejt me lëkura agrumesh, ndërkohë të përsërisim së bashku edhe recetën, çfarë përmban në gramatura ndoshta edhe më të mëdhaja, siç do t'i gatuani ju në shtëpi. Pra, gliko me lëkur agrumesh, recetën po e lexoj tani, por gjithsesi do ta keni edhe në YouTube-in ton në Reze Dielli. 1 kilogram e gjysmë mandarina me lëkur të trash, ndërkohë këtu do të përfshim mandarinat, portokallin dhe limonin, 2 gota sheqer, në po të njëjtën gotë, 1 gotë e gjysmë e mbushim me ujë, sheqer, 2 grushta karafil, copa limoni po ashtu, ose lëkurat, dhe vanilje. Kjo është glikoja me lëkur agrumesh.
u vendos në proces termik për shumë e shumë përfitime që ndoshta ditë të tjera do t'i tregojmë. Sot kemi për t'u shkëputur, sepse do vazhdojmë me horoskopin, ka ardhur dhe Jorgo Pulla, bëhemi gati për 12 shenjat, glikoja do vazhdoj të zjej, do të qëndrojnë të forta. Shkëlqimi glikosës si është, nuk më duhet as ujë më tepër, as gjë. E lëm të ftohet e tillë dhe merr atë shkëlqimin e duhur. Të lumshin duart, mos harroni na klikoni edhe në kanalin ton në YouTube Rreze Dielli, do të shihemi pas pak me horoskopin, ka reklama.